Koalicioni i qeverisës në komunën e Mitrovicës së Jugut mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s është përfshirë nga mos pajtime të brendshme, kryesisht rreth ndarjes së posteve drejtuese komunale. Nga radhët e LDK-s është bërë e ditur se kjo parti nuk është më pjesë e koalicionit, ndërsa pala tjetër thekson se nuk ka pranuar asnjë njoftim zyrtar për një vendim të tillë, duke lënë situatën të paqartë në aspektin institucional. I pyetur për këtë situatë, kryetari i komunës Faton Peci ka deklaruar për Telegrafin se është i hapur për bashkëpunim me të gjitha partitë, por e ka kritikuar LDK-n për kërkesat e saj, duke theksuar se me një mbështetje prej rreth 3% nuk mund të kërkohen pozita të rëndësishme drejtuese të qytetit. Në këtë kontekst, Peci ka përdorur edhe ironinë, duke thënë se me 3% asnjë iPhone nuk punon, duke lënë të kuptohet se përfaqësimi politik duhet të reflektojë realisht peshën elektorale në Mitrovicë. Pavarësisht tensioneve, ai ka bërë të ditur se do të ketë përpjekje për zgjidhje, por vetëm mbi baza të qarta dhe në përputhje me përgjegjësinë politike dhe rezultatin zgjedhor.